Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin në televizionin Arbëria. Në shoqërinë e sotme po kemi raste të shumta, raste asociale të cilat po mundohen të marrin zgjidhje, po shpeshherë edhe po marrin përfshirje më të gjerë në shoqëri, brenda familjes, në lagje, në vendbanime më të gjera, për të diskutuar lidhje me rastet asociale, parandalimin e tyre. Sonte kemi të ftuar psikologën klinike Ativete Sylla. Përshëndetje, zonja Sylla, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi. Po ndodhen raste të shumta asociale në çdo vendbanim dhe nganjëherë edhe po janë shokuese. Si shihni këto raste, si psikologë ju? Këto raste ndikojnë disa faktorë tek problemet e rasteve asociale ose tek çrregullimet e sjelljes. Zakonisht nëse flasim për të rinjët ose adoleshentët, një ndër faktorët kryesorë është familja. Mënyra se si është trajtuar fëmijë në familje, sa ka qenë prezente dhuna, sa ka qenë i mbështetur në aspektin emocional, sa ka qenë i neglizhum apo ka qenë i neglizhum në aspektin emocional, gjithmonë i vëmë theksin aspektit emocional, sepse ajo është baza e krijimit të individit nesër dhe mund të lejë sidomos tek fëmijët pasoja mjaft të rënda dhe të pa rikuperueshme. Pastaj faktori social-ekonomik, gjithashtu tek neve, sikur gjithë faktorët i kemi pas prezent të ndikojnë këto ngjarjet në përgjithësi, shtimin e rasteve të dhunës, shtimin e rasteve të përdorimit të substancave narkotike apo të tjera. Së pari faktorët që i kanë ndiku, e cilë të gjithë i kemi pas pothuajse prezent janë. Jemi shoqëri e dalën nga lufta, ku akoma neve kemi problemet edhe vuajmë pi stresit post-traumatik. Këta të rinj, edhe pse nuk e kanë përjetu luftën, të e kanë potencu në disa paraqitje, janë rritë në familje të cilat e kanë përjetu luftën dhe vuajnë nga stresi post-traumatik. Ajo çfarë është akoma më e rëndë se nuk janë trajtu rastet e traumave të pas luftës. Shumë individ ose shumë nga shoqëria jonë nuk janë në dijeni ose nuk e kanë idenë si vuajnë nga pasojat e luftës. Tjetër faktor tjerë ka qenë është interneti, teknologjia, qasja në videolorja cilat promovojnë dhunë, do me thonë në përgjithësi në platforma që promovojnë dhunë. Pastaj kemi edhe diçka që e ka bërë jashtëzakonisht vështirë tek neve, sidomos tek të rinjët kategorizimi social, ku neve kemi shumë diskrepancë mes shkallëve. Prandaj edhe kjo e ka ndiku jashtëzakonisht shumë. Nuk kemi, pothuajse kemi një pjesë shumë të vogël të shoqënisë e cila është në nivelin mesatar, ose kemi sidomos në aspektin po flas material, ose është në nivelin e lartë, ose është në nivelet e varfërisë. Megjithatë, kur i shohim rastet, nuk vinë nga e njëjta stres. Kemi raste të rënda sociale, ekonomike, kemi raste ekstreme materialiste, kemi raste në familje me prind të shkolluar, po kemi raste edhe me prind që nuk i ka të shkolluar, nuk e kanë një mosë, nuk e kanë një kod që nga vinë ata. Si e shihni këtë? Edukimi nuk do të thotë një prind tjetë i shkolluar mirë edhe tjetë një prind i cili do ketë aftësinë të edukoj si duhet fëmin. Kjo është një mit. Mund të jetë një individ edhe i pashkollum, po të edukoj në mënyrë
shumë të mirë fëmin, duke i japë mbështetje emocionale, duke qenë vetë shembull i një individit të edukum, një individit i cili ka sjellje të mira në familje, që do thotë kjo nuk ka shumë të bëj me statusin ekonomik, po edhe me arsimimin. Prandaj, ajo çfarë përkundrazi tek rastet të cilat kanë një status të mirë ekonomik, nga njëherë këto janë rastet më problematike, si pasojë e plotësimit të gjitha tekave të fëmijëve, edhe kjo pa pas asnjë kufizim, kjo do i çojë ata fëmijës, ata edhe individ nesër në probleme me çrregullime të ndryshme sociale, duke pas parasysh si nëse në brenda shtëpisë tënde plotësohen tekat, në shoqëri nuk mund të funksionosh ashtu, duhet të ketë një farë lloj kompromisi gjithmonë, prandaj ky është problem jashtëzakonisht i madh. Tjetër, ajo çfarë ndikon shumë, mungesa e kohës së kaluar me fëmijët. E kuptojmë jetën dinamike, e kuptojmë angazhimet e prindve, por nuk ka nevojë të ketë kohë një pjesë të madhe të kohës në dispozicion që të mirët me fëmin, mjafton ajo të jetë kualitative, mjafton të jetë i kujdesshëm për ndjenjat e fëmis, mjafton kur kthehet nga puna të komunikoj si duhet me fëmin, edhe të ketë atë komunikimin ku fëmiu të ndjehet i lirshëm, të diskutoj ose të komunikoj me prindin për të gjitha problemet të cilat ai ka. Megjithatë, ka raste, ta themi, nuk po bëj pyetje, por ka raste kur kjo vije edhe nga problemet brenda familjeve, nga prindit, nga të rritët që pësojnë fëmijët. Kjo është baza. Kjo është baza, familja është baza. Prandaj e ceka më lartë. Mënyra se si rritet një fëmijë, ambientin shpejt si rritet, sidomos në moshët në zhvillimin e hershëm, do e modeloj atë sjellje. Nëse një prind është agresiv, një prind sillet në mënyrë jo korrekte si ndaj fëmijëve, si ndaj bashkëshortes ose bashkëshortit ose me rrethin, patjetër që kjo do interferoj tek fëmiu dhe ai do jetë modeli ku nesër do e përdori fëmia si sjellje e dur. Neve e dim në moshën e hershme të fëmijërisë, prindrit për fëmijën janë të pagabushëm dhe çdo veprim i tyre, çdo sjellje e tyre është sjellje e cila modelohet duke mos qenë racional, se edhe prindrit janë të gabushëm, edhe prindrit munden mos me pas sjelljet e duhura, prandaj ata i modelojnë dhe nesër do i përdojnë si model për sjelljet e tyre. Nuk po flasim me raste konkrete ta më në puna, por po flasim në klinikën e juaj, cilat janë rastet më të shpeshta që trajtohen si fenomen. Edhe çka mendoni nga vinë i diskutuam, edhe gjërat e tjera, nga vinë më shumë këto shqetësime emocionale? Zakonisht, unë i vëj theksin moshës së re dhe adoleshencës. Për shkak se kjo është mosha më e atakuar, për faktorë cilat unë i shpjegova më herët. Një ndër faktorë cilët përveç edukimit në familje dhe mënyra se si është mbështetur ai fëmijë emocionalisht për jetimet e tij, traumat e tij, faktori tjetër është bullizmi në shkolla. Është jashtëzakonisht ka efekte negative tek të rinjt, edhe tek adoleshentët. Neve e dim si mosha adoleshencës, fëmiu ose individi spostohet nga familja te grupi, edhe për të është bazike të pranohet në grup, të identifikohet me grupin. Në momentin që ai bullizohet, për të ajo është trauma më e madhe për moshën e tij, sepse rrethi e ka atë mënyra se si është rrethi për të është baza edhe ajo çfarë atij intereson. Që do të thotë bullizmi është jashtëzakonisht lë pasojë shumë të mëdha, janë një ndër rastet më të shpeshta cilët vinë me kërku ndihmë. Diçka që është shumë problematike, edhe këtu du me vu theksin tek institucionet e shkollës, mendoj si nuk e kanë... Do të kalojmë edhe në atë pikë. Deshta të shtrej si pyetje. Shpesh herë këto raste janë raste deri në një kohë të mbyllura.
nuk dalin në sipërfaqe, si brenda individit ose personit, po ashtu edhe brenda sistemit, familjes, shoqërisë. Derisa kur bëhet ta themi e madhe, që shpërthen, e me pas është shumë më vështirë që të mirët edhe trajtohet në këtë rast. Sa po jemi në gjendje, ne si shoqëri, që shqetësimet e tona të brendshme, t'i paraqesim në adresën e duhur. Problemi kryesor është, nuk po flas këtu te agresiviteti edhe sjelljet e dhunshme tek të rinjët dhe adoleshentët, sepse ajo është prezente gjatë gjithë kohës, por tek vetvrasja, tek ngjarjet e rënda, vërtet ato janë raste të cilat nuk flitet, nuk diskutohet, po edhe edhe brenda familjes, familjarët nuk janë të informuar për gjendjen e familjarit të tyre, gjendjen emocionale të familjarit të tyre, për shkak se mendoj përveç se nuk ju mungojnë njohurit, nuk janë shumë të vëmendshëm në sjelljet ose ndryshimin e sjelljeve të familjarëve të tyre. Problemi është se neve akoma ekziston stigma për vizitën te psikologu. Dhe prandaj njerëzit akoma nuk e kanë kuptuar si psikologu, më falni, psikologu është ai i cili vërtet do i ndihmojnë individët të cilët kanë probleme në sjellje, kanë çrregullime emocionale, nuk do të thotë një individ që të ketë probleme mendore ta konsultoj psikologun. Edhe ndoshta për dilema ma thjeshta duhet konsultuar psikologu. Prandaj mendoj si duhet vedisohemi si shoqëri. Neve paraprakisht në vitet e mëparshme një farë lloj roli të psikologut e ka luajtur edhe familja, edhe njerëzit e dashur, pasi kemi qenë shoqëri pak më kolektiviste, më të lidhur mes vete, kemi pas besimi ka ekzistuar më shumë tek njëri tjetri, ndërsa tash duke pas parasysh individualizmin, kjo është problem. Neve kemi jemi duke shkëputur ato raportet e ngushta familjare të cilat kemi pas, dhe prandaj tani është shumë i domosdoshëm psikologu. E thatë, na duhet një vedisim shoqëror. E bisedum faktorë të shumë që qojnë në çrregullime edhe në mos adresimin e saktë të shqetësimeve që mund të kenë çdo person. Edhe me njëherë na shkojnë mendja tek institucionet edukative arsimore. Sa janë të përgatitur shkollat, mësimdhënësit, këto institucione që qysh në fillim të trajtojnë apo të shohin si fenomene. Sepse shpeshherë adresohen si shkollë, po ja që ka edhe shumë shkolla që s'kan as psikolog. Ka edhe shkolla të cilat kanë psikolog, po mirën më shumë me çështje administrative se sa me çështje trajtimit të rasteve. Si i keni pa këtu? Shkollat, kjo është një problem. Jashtëzakonisht problem i madh. Edhe nëse ekziston psikologu në shkolla, mendoj si rastet e bullizmit nuk po trajtohen. Një ndër disa nga rastet, mos them shumicën e rasteve të adoleshentëve, vijnë si pasojë e problemeve ose çrregullimeve që kanë pësuar si pasojë e bullizmit në shkollë. Drejtori i shkollës, arsimtari, mësuesi, që të gjithë janë të informuar për problemet e bullizmit nga prindi ose nga nxënësi. Është informuar edhe prindi i bullizuesit dhe asnjëherë nuk merren masa. Këto janë shumë problematike. Që do të thotë, pa pas asnjë mas nuk është marrë, të gjithë janë të njoftuar, edhe fëmiu trajtohet te psikologu klinik për shkak të pasojave që ka lënë bullizmi i shkaktuar nga të tjerë që nuk është marrë asnjë mas. Zakonisht bullizmi është i shprehur shumë sidomos në shkolla private, ose kam të paktën raste më shumë në shkollave private, ndoshta mendoj edhe për shkak të statusit ekonomik që kanë mundësinë të sjellin fëmijët, po shumë e përhapur, lë pasoja jashtëzakonisht rënda tek shëndeti mendor i fëmijëve dhe adoleshentëve, e që në përgjithësi institucioni i shkollës këtu ka qalu edhe nuk po e bën punën si duhet. Megjithatë, shkolla është vetëm organizatë e cila operon, që merr
që merë përgjegjësi nga hierarkia më lartë, nga drejtoritë e arsimit dhe ministritë e arsimit. So keni mundur të vrejnë, so po bën institucionet nivel qendror, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, që të mirën me këto fenomene. Kur kemi raste të rritjeve të fenomeneve si dhuna, vrasjet, neve duhet ta dim si secili institucion ka dështu, që nga institucioni familjes e me radhë. Prandaj, secili ka punën e vetë, ka përgjegjësinë e vetë. Por te këto raste që ka unë i ceki, pa tjetër që këtu ka edhe institucionet e sigurisë kanë të bojnë. Sepse duhet të ketë kontrolla më të shpeshta në shkolla, duke marrë parasysh si në të rinjët edhe adoleshentët po të ketë kontrolla të vazhdueshme, do gjejmë mjaft armë të ftofta që mbajnë me vete. Që do të thotë, këtu ka të bëjmë të gjitha institucionet përfshihen. Edhe unë mendoj se të gjitha institucionet nuk po bëjmë punën si duhet, ose kanë dështu se herna kemi rritje të numrit të vrasjeve, të dhunës, apo çfarë do qoftë këto fenomene që po na ndodhin. Por, te rastet e bullizmit, kjo i përket shkollës, i përket profesorëve, drejtorisë, psikologëve të shkollës, të gjithë ata çfarë janë të angazhuar në shkollë. Në momentin si lajmërohet drejtori, lajmërohet profesori, arsimtari, psikologu i shkollës, se kemi rastet bullizmit, ose lajmërohet edhe prindi i bullizuesit, ajo është punë e institucionit të gjejë zgjidhjen edhe ose të mirë me bullizuesin, me familjarën e bullizuesit, ose të rekomandoj patjetër psikologun, por të gjejë një zgjidhje që brenda shkollës të minimizoj rastet e bullizmit për shkak të pasojave të mëdha që mundet me sjell, e ato i diskutova më herët në raport me moshën e cila është shumë fragjile. A kemi dalë si shoqëri nga një stad në stadin tjetër, apo kemi mbetur ende në stadin e paragjykimeve dhe mentalitetit të kaluarës, ta themi kështu, për faktin që ende ka në vise të ndryshme të vendit tonë që nuk bën që të shkohet te psikologu. Sepse nëse shihet në derë të një psikologu ose psikologu, do të identifikohet si ndryshe, por që është krejt normale të trajton ndihmë në vetëdijsimin tënd, asgjë më shumë. Edhe kësova më herët, akoma neve kemi vuajmë për stigmës për të vizitu psikologun, mos të flasim për vendet rurale. Besoj edhe jam e sigurt si arsye e mungesës së njohurive të opinionit rreth punës së psikologut. Psikologu është një profesionist i cili sikur profesionist tjerë të shëndetit fizik, edhe ai bën punën e vet. Prandaj po aq rëndësi ka shëndeti mendor sa i fizik. Edhe vërtet e ndikojnë njëra tjetrën. Një problem i shëndetit mendor, një çrregullimi i caktuar, ai do interferojë edhe në shëndetin fizik. Prandaj të gjithë shoqërinë tonë dua t'i apeloj se të ruani shëndetin fizik, nuk mundeni pa ruajtur shëndetin mendor. Prandaj të jeni kujdesshëm, mos paragjykojnë. Psikologu nuk mirret me sëmundje mendore, thjesht ai mirret me gjendjen tonë emocionale, e që ato janë të ndryshueshme nganjëherë si pasojë traumave, si pasojë ngjarjeve që përjetojmë, e që është normale për individët, sepse neve jemi qenie sociale, jemi qenie emocionale, dhe prandaj emocionet nganjëherë munden edhe me na sjell ato me na çrregullue, ku neve kemi psikologun për me zgjidh këto probleme. Kur një qytetar e din, apo duhet të din, që duhet të adresohet te psikologu, çfarë trajtohet në psikologjit apo në klinikat psikologjike? Në varësi të përvojës, në varësi të individit. Për shembull, neve, siç e thika më herët, kemi predispozit për probleme të shëndetit mendor. Jemi një shoqëni e dalë nga lufta, kështu që arsyet, rritja e numrit të dhunës, të vrasjeve, këto janë faktorë si neve kemi problem të shëndetit mendor si shoqëri,
Prandaj neve kemi plot faktorë si e lidhin cenimin e shëndetit mendor tek neve, shqetësimet e ndryshme në varësi të çrregullimit, përvoja traumatike, pastaj predispozita për problemet shëndetit mendor, mosha e cila është shumë e ndjeshme, për shembull adoleshentët, ata edhe nëse nuk kanë një problem ose nuk kanë si të them, gjithçka shkon mirë, ata është e nevojshme të vizitohet psikologu për shkak të anatomisë, edhe për shkak të hormoneve, edhe për shkak të mënyrës se si ata faza e tyre është shumë fragjile, prandaj është shumë e nevojshme pa pasur ankesa ose pa vrit probleme neve ti vizitojmë psikologun, por edhe për një dilemë ose për një problem shumë të vogël duhet vizitohet psikologu. Është një farë lloj si të them, përveç që mirët me çrregullimet edhe me diagnostifikimin e çrregullimeve të ndryshme, a gjithashtu është një lloj konsulenti në jetën e individëve. Ne po bisedojmë me një psikolog. Nuk ka kur gjë të keqe që çdo herë që trajtohet një rast apo një fenomen lidhet te psikologja, nuk ka diçka tjetër përpas identifikimit të problemeve të cilat e shqetësojnë. Shumë qytetarë, shumë njerëz mendojnë se kush e di çfarë ndodh që të adresohesh te psikologë. Cilat janë elementet, cilat janë trajtimi nga ju që ose kolegët e juaj që i bëni një klienti që vjen. Sa merr kohë dhe cile është besimi i juaj në fuqizimin e një klienti që vjen. Së pari kjo është shumë individuale. Në varësi të përvojës, në varësi të problematikës ose të kohës e cila ka klienti, në varësi të personalitetit, karakterit, moshës, do me thonë gjithçka është individuale, por ajo çfarë është bazike edhe çfarë një psikolog e bën të jetë i suksesshëm edhe mos të marrë kohë shumë trajtimi, është empatia që ai duhet posedoj, empatia për të ketë personalitet i cili në vete ka empatin, të jetë i besueshëm, të ketë komunikim në varësi të statusit të klientit. Kjo është një farë lloj prirje ku përveç shkollimit edhe përveç gradave të akademike, unë mendoj si një psikolog duhet ketë disa cilësi të cilat t'i ketë në personalitetin e tij dhe një ndër këto cilësi është edhe të doj njerëzit, doj të ndihmoj të tjerët. Kështu që kur bëhen gjitha këto bashkë, patjetër që është shumë e lehtë me trajtu në përgjithësi rastet. A mundem si shoqëni që të veprojmë në këtë drejtim që para se të ndodhin rastet, edhe nëse janë më të vogla, atëherë po sensibilizohet, po diskutohet në për rrjete sociale, në për mediat e gjitha, por nuk, si po kalon 2-3 ditë, po harrohen këto gjëra. Si shoqëri, çka na duhet neve që të mobilizohem, edhe që të trajtojmë së paku të parandalohen raste të ndryshme delinkuente që mund të ketë në shoqëri. Patjetër që vetëdijsimi për vizitën e tek psikologu. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme mendoj, qasja e psikologëve në për çdo institucion. Bile rekomandoj të ketë edhe në ato në familje ku janë problematike edhe kur kemi një kategori të atyre individëve të cilët njihen si problematik ose zakonisht kanë një moshë të vogël po them, e që njihen si problematik, të ketë psikologu qasje edhe në familje, duke marrë parasysh rëndësinë që ka familja, por kryesore dhe bazike mendoj është vetëdijsimi i shoqënisë për nevojën edhe për vizitat e psikologu. A duhet të kemi çdo herë trajtim psikologjik individual apo ka raste që të kemi edhe trajtim në sistem, në rreth shoqërinë, familje? Patjetër që po kemi trajtimet në grup. Patjetër, këto më shumë janë fushata vetëdijsuese, ndërsa trajtimet sa i përket seancave kemi trajtimet në grup edhe individuale.
por kjo ka të bëj me fushatat, ka të bëj me plan programet që duhet të punoj edhe institucionet e caktuara si arsimi, siguria, apo çfarë do qofshin. Prandaj e thash se cili institucion ka barrën e vet, edhe se cili institucion kur neve pallavaçohemi me këto raste duhet të ndihet fajtor, se nuk e ka bë punën si duhet, prandaj se cili po të filloj të punoj të vedisoj shoqënin, ta bëj punën e vet si institucioni i sigurisë, i shkollës, familjes, apo çfarë do qofshin, mendoj si rezultatet do të jenë të mira. Si shoqëri, ndoshta na duhet ende kohë që të kalojmë në një stad të një shoqërie të përparuar, të avancuar për faktin që të vëdësojmë dhe të marrim telefonin të thirrëm një njerëz që mendojmë që do të na jap ndihmë. Cili është trendi i zhvillimit të shoqërisë në këtë drejtim? Neve akoma jemi shoqëni në tranzicion. Kështu që akoma jemi në mes asaj mentalitetit apo traditave që kemi trashëgu dhe mes kohës moderne, kështu që jemi në një lloj tranzicioni i cili është edhe një faktor që i ka ndikuar gjithë këto rastet edhe problemet tek neve. Prandaj mendoj për krejt çka unë shpresoj edhe çka m'jep me besu si trinjët vërtet kanë fillu të vedisohen për rolin e psikologut, por kemi akoma punë shumë për të bërë, sidomos në për vendet rurale, në vendet ma pak urbane, kogja kemi probleme në këtë aspekt. Zonja Zyla, kemi shumë për të diskutuar me këtë, edhe me specifika më të veçanta për çdo shtresë dhe çdo kategori, po shpresojmë që edhe hera tjera do të kemi dhe do të bisedojmë tema të ndryshme. Faleminderit që ishe në televizion. Tatësi, faleminderit gjithashtu. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.